Mirë se veni në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë që sapo të përfundoni një vakt, qoftë drekë, darkë apo edhe një ushqim të lehtë, të ndjeni menjëherë barkun të fryrë? Ndoshta ndjeni të rënduar sikur keni ngrënë shumë më tepër se sa në të vërtetë, ose vëreni që barku juaj duket më i madh vetëm pak minuta pasi keni ngrënë. Kjo është një situatë që prek miliona njerëz dhe shpesh konsiderohet diçka normale. Megjithatë, edhe pse fryrja e barkut është e zakonshme, ajo nuk duhet e injorohet, sepse në shumë raste është mënyra se si trupi po përpiqet të na tregojë se diçka nuk po funksionon siç duhet në procesin e tretjes. Në këtë video do të shpjegojmë pse disa njerëz fryhen pothuajse menjëherë pas ngrënies, cilët janë faktorët më të zakonshëm që shkaktojnë këtë problem, si ndikojnë ushqimet që konsumojmë dhe zakonet tona të ngrënit, kur fryrja konsiderohet normale dhe kur mund të jetë shenjë e një problemi shëndetësor që kërkon vëmendje mjekësore. Në fund do të flasim edhe për disa metoda praktike që mund t'ju ndihmojnë ta reduktoni ose ta shmangni këtë problem. Shumica e njerëzve mendojnë se fryrja shkaktohet vetëm nga gazrat, por realiteti është pak më kompleks. Fryrja është një ndjesi presioni ose zgjerimi në zonën e barkut dhe mund të ndodhë për arsye të ndryshme. Ndonjëherë shkaktohet nga gazrat, herë të tjera nga tretja ngadaltë, nga ndjeshmëria e zorrve ose edhe nga mënyra se si ham. Një nga shkaqet më të zakonshme është ngrënia me shpejtësi. Në jetën e sotme shumë njerëz hanë ndërsa punojnë, përdorin telefonin ose janë duke nxituar për të kaluar në aktivitetin tjetër. Kur ham shumë shpejt, jo vetëm që nuk e përtypim siç duhet ushqimin, por gjithashtu gëlltisim sasi më të mëdha ajri. Ky ajër grumbullohet në sistemin tretës dhe mund të krijojë ndjesinë e fryrjes pothuajse menjëherë pas vaktit. Një faktor tjetër që shpesh neglizhohen janë pijat e gazuara. Edhe pse shumë njerëz i konsumojnë për të shoqëruar ushqimin, ato sjellin në stomak sasi të konsiderueshme gaze. Për disa persona kjo mund të shkaktojë një ndjenjë presioni dhe fryrje brenda pak minutash. Megjithatë, jo gjithmonë problemi lidhet me ajrin ose gazrat. Në disa raste, trupi mund të ketë vështirësi në tretjen e përbërësve të caktuar të ushqimit. Një shembull shumë i zakonshëm është intoleranca ndaj laktozës, sheqerit që gjendet në qomësh dhe produktet e bulmetit. Kur organizmi nuk e tret siç duhet laktozën, ajo fermentohet në zorr dhe prodhon gazra, fryrje dhe parehati abdominale. Po ashtu, disa ushqime që konsiderohen shumë të shëndetshme mund të jenë shkaktar të fryrjes tek disa individ. Kjo ndodh sepse ato përmbajnë fibra ose karbohidrate që bakteret e zorrve i fermentojnë gjatë procesit të tretjes. Si rezultat, prodhohen më shumë gazra dhe barku mund të ndihet i tendosur ose i fryrë. Një aspekt interesant është se jo të gjithë reagojnë njësoj ndaj ushqimit. Dy persona mund të hanë të njëjtin vakt dhe vetëm njëri prej tyre të përjetojë fryrje. Kjo lidhet me mikrobiomën e zorrve, ndjeshmërinë individuale dhe gjendjen e përgjithshme të sistemit tretës. Përveç ushqimit, edhe stresi mund të luajë një rol të rëndësishëm. Shkenca ka treguar se ekziston një lidhje shumë e fortë midis trurit dhe zorrëve. Kur jemi të stresuar ose të shqetësuar, tretja mund të ngadalësohet dhe simptomat si fryrja, gazrat apo parehatja abdominale mund të bëhen më të shpeshta. Kjo është arsyeja pse disa njerëz ndihen shumë më të fryrë gjatë periudhave të stresit, edhe pse dieta e tyre nuk ka ndryshuar fare. Kur duhet të shqetësohemi nëse kemi fryrje barku? Në shumicën e rasteve, fryrja pas ngrënies nuk është diçka e rrezikshme, por nëse ajo shoqërohet me humbje peshe të pashpjegueshme, dhimbje të forta, gjak në jashtëqitje, të vjella të vazhdueshme ose ndryshime të rëndësishme në funksionimin e zorrve, atëherë është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist shëndetësor. Lajmi i mirë është se për shumë njerëz, ndryshime të vogla në stilin e jetesës mund të sjellin përmirësime të mëdha. Të hash më ngadalë, të përtypësh më mirë ushqimin, të identifikosh ushqimet që shkaktojnë probleme dhe të bësh pak lëvizje pas vakteve, janë hapa të thjeshtë që shpesh japin rezultate të dukshme. Në fund të ditës, fryrja nuk është thjesht një bezdi e vogël. Është një sinjal që trupi po ju dërgon. Sa më mirë ta kuptoni atë sinjal, aq më lehtë do të jetë ta gjeni shkakun dhe ta zgjidhni atë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.